Për drejtë zonjë zotrinj, jemi këtu në kafe Shqetër në Syri Televizion, Syri FM, Syri.net, YouTube-in e Syrit, jemi live streaming në YouTube, por kemi hapur gjithashtu dhe një temë nga ku mund të flasim edhe me njëri tjetrin. Mund na drejtojeni në 069 27 22 272 në telefonata ose me mesazhe dhe tema e ditës së sotme është çfarë pritet nga parlamenti, nga kjo maraton 25 orëshe, por dhe në vazhdim. Çfarë presim? Me gjithë na e tregoni miq të dashur në 069 27 22 27 2 shojmë dhe ca mesazhe. Ne presim të shpërbëhet parlamenti dhe të bëhet qeveri teknike. Pozitivitet për mëngjes. Energji, çfarë me prit nga hajnat sot? Nuk hymën punë denoncimet as protestat, me fjalime sot duhet një kryengritje për të larguar pak fare hajnat, pak fare. Po, nuk është gjëja më e keqe në botë, buongiorno, tutti due në shkruajnë dhe italianët. A ka mundësi të përshëndes publikisht dy miq të mi fitimtar në atë maskaratë zgjedhore të 11 majit? Patjetër, Gjingjoni në Lezhë dhe Balës Pahi në Shkodër, si shembull qendresës dhe njerëz me vlera për PD-n dhe demokracinë. Respekte për juve që ju duam kaq shumë ne nga diaspora, edhe ne ju duam shumë juve të diasporës. Mirëmëngjes, se çfarë mund të presim ne? Do bëjnë llapa, do flasim me shifra që populli nuk i kupton dhe në fund do ngren kartonat. Opozita do të bëhet pamundur për ta prishur këtë seancë. Ndoshta, edhe pse duke qenë se ka 10 minuta çdo deputet i kuvendit, ndoshta mund të jetë një opsion i mirë që të ngrihet zëri qytetarëve për secilin deputet, ata që e kanë votuar, ndoshta, nuk po. Ta mendosh dhe me thonë 10 minuta duken edhe mjaftueshëm ndonjëherë. Po, për problematikat vogla varet në zona caktuara. Sidomos kur s'ke për të bërë gjithë rezumen e krimeve të kundërshtarit, po. Nuk keni parë gjë akoma. Ky ka ndrruar vendime që të zhbëjë edhe kishat si paraardhësi i tij Enver Hoxha, që nuk la kisha xhami. Bravo, për ftërinë e Hoxhës një dhe gjë po bën edhe ky. Por aty janë këto të PD-s më keq që shkojnë në ulen me Edi Ramën në parlament dhe nuk i vën flakën parlamentit. Kam përshtypjen se janë mandatuar që të shkojnë të ulen në parlament. Po është një opsion edhe ky. Çfarë presim nga ky parlament? Gjysma janë hajdut. Kryeministri është njeriu më i pa shpirt, asgjë të mirë për popullin, le ta shtrydhin mirë këtë popull se e meriton. Opozita le të flejë se i bën mirë. Të gjitha pushtetet t'ia lejë se ajo ka fajet e saj, por rrimë presim inshallah Zoti merr hak për ne. E rënd kjo. Dakor, vazhdojmë me telefonat. Alo, mirëmëngjes. Flavio, mirëmëngjes. Përshëndetje. Mirëmëngjes, Flavio. Mirëmëngjes. Sa prisni nga parlamenti? Po. Qa kena prit deri sot? Po, nuk e di. 4 vjet e kalume. Aha. Ju kanë se që ju me pru. Në ka të shatak ma i fushishën të i gjati. Po. Të të që ka mundu komplet. Por unë du të më dhe një qishka. Ama. Në qofë se ka drejtësi një bërë, që në Shqipëri nuk ka, dhe du të t'i bëjnë hyrje Departamentit Amerikan të Shtetit, ta që rënjohë se gjdo gjonë që ka vjenë ajo iritim Shqipëri, që në që nuk shpërrosët. Gjdo gjonë që ka vjenë iritim Shqipëri nuk ka asëtësi, ka ardhësi, ka vetëm përstësi. Dhe një shka tjetër, kom të ka mundësi. Po, pa tjetër. Kuptim ka, këzëtëria i gjatë, të thotë, do të arrishin të qërin në rogën të i 2030. Po. E ka garantu me këtë i 2030 dhe ku që garantoj? Se Soros i ka dek në Amerikë, nuk ka Soros më në Amerikë. Apo janë Soros, pasur se Soros në Europë, që e përkrajnë dhe afrojnë. Edhe i gjatë të të të. Shkrepe. Gjithmonë e keshja që Shqipëri të ardhë në Europa. Europa është gropa e Shqipërisë. Është gropa e Shqipërisë. Dhe në qofë në Europa të në reale, du të zgjede problemin e konferences Londres dhe Berlinit, të Bismarckut, që u murë për ndarmin në klubin shqiptarë. Atëherë e tërgën Europa se qa punë e bërë për Shqipëri dhe më dalë me mashtru popullin shqiptarë, do hyni në Europë, do bani, po kush që në Europë me Edi Ramën mërë, kush që në Europë me një njëri që e ka 19.000 lek vjetar të nëtonin Shqipëri mërë, po që sa morin të zërisat në Europë? Gati 1.000 euro. Faleminderit, këtë sa di. Po ky
Çfarë programi ka për këtë punë? 2030. Kismet nga 2030, thot. Që mos e hangër 2030 ky. Bashkë me shokë që ka për rreth. E kuptoj, zotëri. Ju faleminderit, kena në gjuhë. Faleminderit juve për telefonatën. E përshëndesim zotrin, ndërkohë miq të dashur, do kalojmë në të tjera mesazhe nga parlamenti, nuk presim asgjë. Gazetarët do i nxjerrin jashtë, Rama do bëjë strat brenda dhe patronazhistët do i informojnë çuni kryetarit të kooperativës Tao Çela. Dakor, çike rënd ky mesazhi, megjithatë puna e gazetarëve që do nxjerrin jashtë. Është një nga këto lajme të reja, gjëra që ndodhin. S'ka asgjë të keqe. Ja, më fare. Mund edhe të mos i lënë. Mund edhe ta shpallin të jashtëlishëm si zanat. Se për shembull si në kohën e verit që avokatët ishin të jashtëlishëm. Drejt rrugës, është po çfarë ndodh në të tilla skenare, domethënë largohen kamerat, largohen gazetarët, mbyllen perdet, teatër kukullash. Po jo më fare, nuk futesh ke oborri hiç. Fare. Pse, çka ka? Ja, për shembull, shohim syrin digjital para aq kohë sa është e lishme të përcjellësh informacione. Merre Greta. Lajmi më i klikuar, ndjes. Kemi një sigël të përgatitur nga Stanley Kubrick, që ndjekim tani. Jepi. Lajmi më i klikuar në Instagram. Nga vjedhja me incineratorët te Akem, Rama nuk heq dorë nga mbetjet, rëndon barrën për qytetarët me skemën e re. Në një nismë të re ligjore, qeveria ka pranuar dështimin e skenës së incinerimit, ku hodhën 10 milion euro investime në dekadën e fundit. I rikthehet riciklimit si hallkë e parë në hierarkinë e menaxhimit të mbetjeve, në një skemë menaxhimi që pritet të rëndojë në xhepat e qytetarëve me rritje kostosh, ashtu me rritje tarifash. Premtuar nga Rama si një reformë e re në këtë sektor, qeveria ka depozituar në kuvent projekt ligjin e ri për menaxhimin e integruar të mbetjeve, ku parashikohen kompetencat e një agjencie e cila është krijuar vetëm 2 vite më parë me vendim të Këshillit të Ministrave, Agjencia Kombëtare e Ekonomisë së Mbetjeve, e cila do të funksionojë si shoqëri aksionare, si SHA dhe do të jetë administratore fundore e menaxhimit të mbetjeve në të gjithë vendin. Goxha e besueshme duket, 2 vite që është krijuar, po. Do rregullojnë patjetër. Patjetër nuk ka lidhje, nuk është se s'po kërkojnë ende ku janë pronarët e incineratorëve. Apo 10 miliona euro. Në Facebook si jemi në Facebook? Në Facebook ka dështuar dhënia e konkluzioneve përfundimtare në GKKO për sterilizimin, cili është shkaku. Ndërsa ditën e djeshme pritet të jepeshin nga mbrojtja konkluzionet përfundimtare për dosjen sterilizimi me 8 persona të pandehur, mes tyre ish zëvendës ministri i Shëndetësisë Klodian Rjepaj, ka dështuar seanca në gjykatën e posaçme. Procesi është bërë me procedurë të shkurtuar pasi të pandehurit pranuan aktet e dosjes, që është veçuar nga jo ish ministrit Ilir Beshaj, ndaj të cilit po bëhet një gjyq i zakonshëm. Është mësuar se shkak për shtyrjen është bërë mungesa për arsye shëndetësore e avokatit Dritan Hamida, i cili është dhe mbrojtësi ish zëvendës ministrit të Shëndetësisë Klodian Rjepaj, dhe duke marrë shkas nga kjo mungesë, SPAK ka kërkuar që seanca të mos vijojë dhe ka parashitur një kërkesë për pezullimin e afateve të paraburgimit për të pandehurit, një kërkesë që është pranuar tashmë nga trupa gjykuese. Seanca e radhës është caktuar për datën 1 tetor në orën 14 dhe SPAK kërkon dënimin e 8 të pandehurve për shpërdorim detyre në lidhje me tenderin 100 milion euro të sterilizimit. Një tender modest ky, miq të dashur, që duhet ta mirë kuptojmë. Ndërkohë, vazhdojmë me tjera zhvillime që janë sigurisht mesazhet tuaja nga parlamenti. Sot çdo deputet në 10 minutën e vet në podium të marrë një kafe, ta pi dhe asnjë fjalë. Po ne kemi mazhorancën, ne kemi të kafes. Të lutem më e pak 7-ën. Hajde 7-ën. Ju vetë personalisht si e pini kafen të mesme apo me pak? Unë e pi kafen pa sheqer. Pa sheqer. Se jam sheqer vetë. Sa sheqer e pi kafen, 0 sheqer, 0 sheqer. Bile kur më thonë, a do sheqer, thëmë jo se jam shumë jo mbël vetë. Në fakt jam më jo mbël se sa duken në të vërtet. Ne kemi këtë çehre, këtë shprehi sepse kafja është qeto këtu. Presidenti i Republikës edhe kryeministri i Republikës, kuptonte? Ndjes, miq të dashur, ndjes edhe për brezin e ri që pret gjëra nga këta. Vazhdojmë telefonata, mirëmëngjes.
Përshëndetje. Nderime. Në lidhje me ato që kërkoni e që keni dhënë aty në ekran, unë them se nuk të ketë parlament të rregull. Në tetor filloj protestat do ketë përplasje. Dhe ma merr mendja që pa e tërhequr zvarë Edi Ramën nuk shpëton, e kanë thënë më përpara, nuk shpëton ky popull. Enderoza para Edi Ramës ishte lule, ky është na ka çuar në ditët ku thret Kiameti. E kuptoj. Ndaj të gjithë duhet të njohën të lloj njeriu dhe unë çuditjen si nuk e kuptojnë se çfarë robi është. Dhe është një fat i keq për ne shqiptarët që kemi në krye Edi Ramën. E kuptoj. Në lidhje me Europën, gjithë shqiptarët 1,5 milion kanë shkuar në Europë. Tasi kanë ngel vetëm bletë me shkop që të shkojnë në Europë. Imagjino se ç'bëhet. Se çfarë propagande të poshtër bën ky lloj njeriu. Ndaj, duhet dalë të gjithë në protestë, me pajisë, të hiqe zvarr, ky lloj robi. Se Enderozën e troqën zvarr për bronzë, nësa këtë duhet ta tregjem për të gjallë. E rëndësh. Kaq është, kaq keq ka gjendja shqiptarëve. Nuk e suportojmë dot këtë mesazh zotëri. Kalimera Flavio më bën një gjë të çuditem se Rama bën gjithmonë çfarë bën Micitaçi. Por si ka mundësi që kësaj radhe ka ndërmend të ngrej pensionet, sa do i ngrej dhe kur do i ngrej, kur në Greqi nuk po flitet fare. Pyetni pak Ramën se mos ka marrë një vendim pa u konsultuar me Micitaçin. Mund ta bëni gjë edhe në kokë vetër, çfarë spret nga këta. Flavio, ky gjeli bashkisë këtu në Saran del tamam kauboj. E di si rrin çerrat, shikojnë rreth, sigurisht Trumpi ky. Do FBI-n ta ruaj ky. Aman mos na i vjedhin këtë Hugardi. Nuk e di, kam ca thonë është çuni mirë, ca thonë është çuni keq, s'merret vesh. Vazhdojmë me telefonat tjetër. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Flavia. Përshëndetje. Përshëndetje të mira, e të qoftë ditë e marë për ju dhe për gjithë stafin tuaj dhe gjithë ata që janë të drejtë që të marrin vesh që na flisni ju. Okej. Sepse fillonim mëngjesit deri në darkë, nuk hiqet televizori nga stacioni juaj. Pa çfarë do shohësh tjetër? Do përputhesh ti? Ja, ama ke marrë, mos tani kush atë fjalë, se jemi plaksa do të sa vjeç. Bëjmë shaka, fal Flavia, sepse nuk shkon koha, po s'pam i fije shaka, sepse me këtë që anigjojmë, ne, mirë ne, për që shofim mirë ne, atëherë nëse dim se që po besojmë të ky qeveri, të ky njeri poshtër maskara, që s'po e din se që a nuk e një shumë ky popull, se që ashtu fole, që ashtu ban, edhe përsëri njerëzit shkojnë mas ti, çka ka ban? Ky kafen e pika pa sheqer. Edhe ashtu edhe Bajram Begaj pa sheqer. Se ja çekën tamël shumë. Po këta më nërë më thanë asë. Nëse. Atje të veni, të VC-ja nuk do t'jen. Pa ama, a i një gjënë këtë fjallë që fletë Sali Berisha, flisni ju e fletë populli, se që ashtu ban. Apo e ka ftyrën të fillu në Sarand, në Vlorë Himar, e të marru në Kuks. Tyra ti ka shash bën derisa si merr vesh asnjë gjë për këtë gjëna. Si nuk i vjen turp me dal në televizor, si nuk i vjen turp me dal me shku në Europë, si nuk i vjen turp me shku në për vende tjera more ky. Është i marr, po e marr e dim se ky ka pas kalu. Masandej, këti ja kanë varë si ugut mëlshit për qaf. Edhe këmonën të mundu me jalujt sa ai Amerikani që është në burg, sa të lidi se s'pun për maj me nemnin sepse jam moshe madhe. Me Gonigalin? Ama, vetëm ky njeri nuk ashtë. A i shef njerëz, afrit që janë pa shkollë, shkollum, kuks, që nuk merret kush vesh për ta. Ku është ajo ministreja, që s'po merr vesh për ata fëmijët janë pa shkollum? Apo t'ikin krejt, si mas ati, edhe të nabine rastën e tëzë, këto këshen Birseni. Po, tashim mos bëjmë i racist, po, si të qoftë. Jo, racist nuk jena të u ban, po jena të ta vëzëvencoj me dika Shqipërinë, sepse s'ka me del fare kërë Shqipëria. Qëndronë edhe kjo. Nuk jena racist.
Dakor, nuk kemi racista, ky është lajm i mirë. Përshëndetje nga Parlamenti pres që ta aprovojë rritjen e rrogave të parlamentarëve me 1.000 euro dhe uljen e pensioneve me 50 euro. Nuk është ideja më e keqe në botë. Ndërkohë, të vazhdojmë me tjetër mesazh. Mirëmëngjes, do zoti vëdorën në zemër parlamentarët dhe na zbukurojnë ditët me meme se çdo gjë tjetër shkon vaj. Dakor, ndërkohë mirëmëngjesi o yje. Flavio, jo, nuk e themi dot këtë mesazh. Ky vë bast, një bast shumë të fortë që një deputet është gay. Ç'pun? Po e gjetët për cilin deputet e ka fjalën, hapen bastet, dakord, mirëmëngjes Syri, mund ta ndryshojmë popullin me atë të Nepalit? Sigurisht që jo. Mirëmëngjes Flavio, uroj një ditë të mbar, Çim Pega do e ftoj atë Lorenz Vangjeli në emision, me që është te lista e Spiropalit dhe Ramovicit. Në Braçën mos e besoni se është i keq, Erionen, dakord. Flavio Orej, njëti tërmet është ky tërmeti me atë që ishte poshtë urës apo mbën syt? Turpe faqa zezë për këta deputet që kemi. Nuk ishte vetëm poshtë? Se them dot as këtë. Nuk thohetëm. Do të thënë, ishte dhe poshtë urës, dhe poshtë urës. Kjo po ishte e zezë, po nese, përshëndetje Flavio, shumë gabim me Silja Doda, me votat e demokratëve, një gjë nuk po çfarë bëri me Silja Doda, deri tani ajo thotë që është ende deputete e opozitës, thjesht nuk është tek këto grupet e reja. Po, PDU nuk ka komisione. Se s'ka vota. Kështu që kur të ketë vota, do ketë dhe grup parlamentar, deri atëre kësmet. Ndërkohë, nuk e kuptoj pse ishte ajo në listë sigur dhe Lihet Ali Mehmeti ka larë disa tjerë me vlera jashtë listës. Pse quhet politik në jetë do përsa marrëveshje politike, po sigurisht nuk sollën aq shumë vota saq pritej këto partitë e vogla. Megjithatë, Greta, unë kam përshtimin se është momenti të ftojmë një njerëz që e njeh mirë kuvendin dhe të marrin vesh se çfarë do të ndodhë në këtë seancë maraton 25 orë të paktën deri tani, nëse sigurisht nuk do të ketë një përplasje titanike mes opozitës dhe mazhorancës, por të ndjekim pak materialin dhe të rikthehemi ta diskutojmë.